Negociatat e vërteta tani zhvillohen drejt për drejt midis shteteve arabe dhe islamike dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një realitet që nxjerr në pah kush e mban vërtet fuqinë. Në krizat të tjera arabe dhe muslimane, Sudan, Libi, Yemen, Siri dhe Liban, këto të njëjtat shtete kanë vepruar në përputhje me interesat e tyre. Gaza nuk është përjashtim. Prandaj, Shate pyet, pse pra palestinezët habiten? Pse duhet të presin që shtetet që ndihmuan në shkatrimin e gjysmës së botës arabe të sillen ndryshe ndaj palestinezëve? Nuk është rastësi që rrjedhjet të reja nga shtëpia e bardhë përshkruajnë koordinim të thellë sigurisë midis shteteve arabe dhe Izraelit gjatë këtij gjenocidi, përfshirë ndarjen e inteligjencës për luftën nëntoksore, një nga sfidat kryesore të Izraelit në Gaza, si dhe inteligjencën për Sirinë dhe Yemenin, shkruan Shade. Kjo nxjerr në pa një të vërtetë të hidhur. Sukseset operacionale të Izraelit nga Libani në Iran nuk janë produkti ndonjë gjeniu sionist, siç pretendon pa ndërprerë makina e tij propagandistike. Ato janë produkti një koalicioni ushtarak rajonal, izraelit dhe arab, që po formësonte armën e lindjes së mesme, shkruan aktivisti politik palestinez Ebu Shade, i cili shton se po ato shtete arabe dhe islamike, ende në garë mes tyre për pushtet dhe ndikim, e shohin Izraelin si një partner të dobishëm për të forcuar ose dobësuar aktorë të tjerë rajonal.